Mjekët ju bëjnë thirrje të miturve që të mos konsumojnë lëndë narkotike në vegjëli. Shkencëtarët thonë se ata që fillojnë pirjen e drogës në moshën 15 vjeçare ose më herët mund të vuajnë nga një sër dëmtimesh afatgjat, përfshirë dhe problemet fizike. Ata që e provojnë marijuanën pas moshës 21 vjeçare nuk kanë gjasa që konsumin e drogës ta kthejnë në një zakon të përjetshëm. Studimi i kryer në Kanada u fokusua në të dhënat zyrtare duke u nisur nga viti 2013 për të përcaktuar efektet të përdorimit të kanabisit në shëndetin fizik dhe mendor. Studimi konfirmoi se kur përdorimi i drogës fillon në moshën 15 vjeçare, shkakton dëmtim të njohjes, humbje të kujtesës dhe zvogëlim të koeficientit të inteligjencës. Po kështu rezultoi se këta përdorues kishin prapambetje në arsimim dhe më shumë gjasa për zhvillimin e sëmundjeve mendore. Ata që filluan pirjen e marijuanës në moshën 17 vjeçare ose më të vogël kishin 62.5% mundësi më pak për të marrë një diplomë të shkollës së mesme.